nuk kishte asnjë mundësi tjetër përveç se atyre veprimeve që unë bëra, që bëri edhe sekretarja për siguri dhe mbrojtje, që kemi antarën tonë kryesisht, kryetaria Degës Tropoja, thash dhe një tjetër. Do me thënë, unë nuk e prisja atë incident, se unë eftova, e tash ullu, nëse ke diçka me mu, ullu ta serëm, qa ke? Amo, nuk mund lejoj njëri tash të përflasë emrin tim sa dalje televizive dele i rrugëve. Kështu që pati dhe një edhe vllazëria edhe nipat e gjithë thanë do merremi me te, tash ja. Askush mund merret me te se është një përplasje fizike që nuk ka shku në kanosje. Po të shkonde në kanosje, atëherë është çështje tjetër. Pastaj të sharat. Më thet tash, unë besoj se nuk i shkojnë meshkujve që të paktën janë nga 66-67 vjeç. Ju mendoni që ai kishte ardhur për dikë tjetër dhe Po, për ju? kishte ardhur për dikë tjetër. Jo, mendoj, po ashtu e kam informacionin në burim se shiko, ka pas një para disa minutash kishin telefonat vllajt vet nga Gjermania, që unë normalisht si hapa telefonin se tash jam në një bashkëbisedim televiziv dhe s'mund të nuk do t'i flas vet, por do të ngarkoj njëri tjetër, ne kështu e kemi në zakonin ton të kanunit të bendës, do ngarkoj vllajën, meqense ai ka ngarku vllajën me fol me mua, po, edhe unë do ngarkoj vllajën tim që të flas me të, që ta mbyllim, ndryshe pastaj i bjem me hy një logjike që është e gjyshit tim të ret vrarën palën kundërshtare dhe normalisht do të vriqin dhe gjyshin. Domethënë për fat keq kanë qenë njerëz të stimuluar nga partia kriminale me bazë në Beograd. Edhe ky bazën atje e ka. Është djali një i sigurim se shtetit. Pavarësisht se e dënoi pastaj diktatura se i diktoi se ku, si qysh tek, çfarë bënte. A keni marrë masa shtesë sigurie pas këtij incidenti? Ju e pat që unë erdha vetëm, se mendoj që nuk i kam kujt borx. Mendoj unë. Ne jemi politikan, normalisht që kemi konflikte me kryeministrin, ju e dini besoj konfliktin deri në momentin që më solli mesazh drejt për drejt në kërcënim në qershor të vitit të 2020. Në ato kohë edhe disa deputet në parlament tentuan të bëjnë veprime të forcës, tregim agresiviteti, por duke ditur që unë jam një nga njerëzit që janë lindër në Tiranë, nuk jam i vetëm këto punë, domethënë familja, farefisi, më the tash janë të ndikueshëm se një pjesë janë Nikël, Muke, Fushkruj, Kruj, Tiranë, Besnik Gjuzi dje morin telefon, qa ka bova ki, o daj, o gjaj, që si o puna, i thash, nuk keni asnjë punë, ju lutem, se ky është moment që nuk dihet ku i gjejnë atë rrugëve dhe i hynë dhe thonë e ka bë kujtimi. Jo, unë edhe tani që flasim bashkë, bëthire të gjithë nipave të mi, asnjë të mos bëj as lëvizje pa konsultu me mua, asnjë. Nuk kam marrë goditje as në pjesën e pasme të trupit, jemi shtyrë, unë e kam shtyrë, kur më ka ardhur në tavolinë, si me marrë tani këtu, qa? Ju erdhi për t'ju goditur apo? Erdhi për të goditur, mas fyrive, erdhi për të goditur, se ju duk vete i fort. Tani bësh të fortin 67-8 vjeç, po shko deri 69, nuk. Por normalisht ja i merr pagesa në dalje televizive, merr pagesa nga, nuk dihet se nga i merr. Unë nuk do t'i bëj kallëzim penal, se më thanë edhe disa tjerë, por një informacion do t'ja çoj ambasadës amerikane në Tiranë. Se një qytetar shqiptar amerikan bëj veprim, Tiranë kështu është veprim agresiv dhe ne kemi ligj ekstradimin, nëse unë e kallëzoj atë në SPAK, ai ekstradohet të vi këtu, të rri këtu. Nuk dua ta bëj këtë për arsye të frymësisë në kërshi 44 vjeçare. Është kërshi e vllajt tim, s'mundem. Pra keni lidhje kështu miqësie? Nuk se vllajt tim e ka shumë teze. Domethënë ai është i palogjikshëm këtë rast, se ne mund të takojmë në një dasëm së bashku. Pse shkoi deri këtu konflikti? Kishit pasur debate njëri me tjetrin më përpara? Debatin e ka nisur ai me fyrje, kur unë kam marrë në parlament, kam marrë në mandatin në parlament, pastaj ka lavdruar, pastaj ka fyer, jo po është kryeministër Gjuzi, jo po kush është Gjuzi, e ne e njohim si mjaft. Unë si jam as spion sigurimi, as antar i Partisë Punës. As si kam ngacmuar njëri të familjes më herë aty. Megjithëse ndjenin tim është krejt i pa përgjegjshëm për gjithë veprimet e jetës së tij. Unë s'jam këtë kontekst, unë jam gjysha dhe nuk jam bokser, unë jam politikan. A kam qenë unë sportist i boksit në rinin tonë?
Po tash te qef kishim ne se shikonim Stiverivesin dhe kështu që. Pra edhe mbrojtja e djeshme ishte një farë moment reflektiv i sporteve që unë kam luajtur. A mund ta agravonte më shumë situata nëse s'do kishe pasur ndërhyrje? Nëse nuk do të kishte pasur ndërhyrjen e sekretares se theksoj edhe të grupit të sigurisë brenda hotelit, i cili duhet të merrte një siguri më të lartë, se aty shkon kandidati për kryeministër, siç është profesor doktor Sali Berisha, në një konferencë të madhe për sigurinë. Domethënë ato desën dëmtojnë imazhin e Sali Berishës tjetër. Për mua, duke më godit mua, ja bën Adriatika Limadit shteti para disa ditësh. Tani incident mas incidenti çfarë tregon kjo? Tregon agravimin e kryeministit se ai di si ka linjën në këtë moment. Të paktën ne kemi një linjë që nëse themi diçka në Tiranë shkon deri në zyrën ovale. Shkon deri në zyrën ovale, shkon zyrtarisht. Shkon sa deputet të Sorosit do të ketë Parlamenti i Shqipërisë në perceptimin tonë si konservator. Edhe nuk janë pak, janë 110 që marrin mandat të sigurt. Imagjino, ai lufton në gjysmën e botës anti-Soros, ti tifuzësh në parlament 110 njerëz të Sorosit. Tani këto, a janë majtas, a janë djatës, a janë qendër, kjo është çështje tjetër. A patët bisedë telefonike me ndonjë nga partisë koalicionit të Po, DS-s? i pare që reflektoi ishte avokat Zef Stjefni, që tha çfarë shqetësimi ka, pastaj mori Adriatika Limadi, mbrëm në orët e vona, mori dhe Agron Duka, tha gjusë çfarë kjo punë, se unë klash në rregull, ishte në rregull. Nuk ka ndodhur asnjë gjë përveç një shtyrje, burrat edhe shtyhen edhe fyen në një moment caktuar, edhe pastaj secili reflekton. Unë nuk kam çfarë të reflektoj, se kam qenë në tavolinë, më ka ardhur në tavolinë, dhe aq më shumë isha i shoqëruar me një zonjushe, me një zonjë. S'mund ta bëj, kur në gjente vetëm, po, hajde. Zoti Gjuzi, a është ky një lloj incidenti për shkak të qëndrimit tuaj për t'u afruar me koalicionin e Berishës? Unë mendoj se po, se Rama e di që ne në zgjedhjet e 2021-shit na janë dëmtuar rreth 71.500 vota. Ne kemi thënë dhe një emision tjetër së bashku. Rama e di logaritmin. Nëse Gjuzi shkon në një krah tjetër, është një pjesë që nuk duhet të them shumë për krahas, po e gjithë nata e mbrëmshme ka qenë me telefonata nga gjithë bota. Një nip nga Suedia, tha, i hyp avionit tani dhe vi nesër në Tiranë, thash po erdhi në Tiranë, nuk flas me gojë. Rri atje në familje me kujdes. Ne kemi prioritet familjen, nuk kemi prioritet drogën, nuk kemi prioritet dhunimin, nuk kemi prioritet gjakimin, se bollim gjakune na vra. Unë thash gjyqi im ka vra 3 në krahun tjetër, çfarë duhet të vritemi ne tash? Ne me zëre kemi shujt një sherp në gjak, nezimi tjetër ne tani. Kam qenë vetëm në presionet e gjakimit, i kam thënë, shiko, unë jam djali i vajzës së madhe. Jerë maroni po me dajën që është gjallë, pastaj nëse ju e ndini dajës tim, hajtë klasin bashkë, të shohim se kush është më i fortë. Po nuk duam ta çojmë këtu këtë punë. Prandaj po i thirrëm kryeministin, mos dërgojmë emisar për të dëmtuar opozitën. Në këtë rast, jo mu, se kishin më mu, po ta them edhe një herë. Ato kishin të krijonin incident në Hotel Tirana. Nuk e krijon dot, se unë është manga incident. Është manga. Se nëse do kishte gjak aty pastaj goditje më the tash. Ne burra jemi.